Edhe në vitin 1990, temën e diplomës e kom pas xhami, të më thonë, si me i përkthy proporcionet ideale të xhamive tjera në gjuhën e re, në gjuhën e re të ndërtimit, po gjithashtu edhe në mënyrë më spirituale. Me të vërtet e kom pas marrë me shumë seriozitet, jo studimet që sa kom punu në temën e diplomës me një shumë pasion edhe seriozitet. Në atë kohë, derisa punojsha unë e temën e diplomës, vetëm e ndëgjojshim radioprogramin, këtë radion Prishtina 2, programin Prishtina 2, shtu të këto qujke, kur për njëherë veç për s'ka program, po shkojmë po këqyrim s'ka program. E në atë ku hinë forcat policore të Miloševićit edhe ndërprejnë edhe radion. Një ndjenë, tash as radio s'kishe. Në atë ku i qitë njerës krejt prej punave na si në panik, hajde me marrë diplomën se na mbyllet edhe fakulteti, se u mbyllën shkollat, mbyllet edhe fakulteti. Një profesor thot hajde ngutu ma shpejt, dorëzoje se zdihet nesër çka na ndodh. Ama po bashkë ka qenë indikative se duke e punu në radio ndërpritet, edhe nëse une diplomova në vetën, situata politike, mos pyet me demonstrata, me pa punë, për njëherë ato ëndra që i ki pas për para, ki me kry shkollën, ki me kry fakultetin, edhe mandej ki me fillu jetën, ki me pas banesën, kur që s'kesht në e krytën fakultetin me meti ishte në studime në postdiplomike në Sarajev, edhe s'ka s'puna s'kurqo kjo. Edhe t'i fartjeni është shumë e keqe. Në atë koma dhe se e kryva une shkum në Sarajev, me meti studike postdiplomike, edhe banojshim e kishtë një konvekt, një dhomë veç vetaj, sepse ja e ka ble shtratin edhe të një shokut edhe kishim si apartament shumë bukur, po televizorin shkëshim me këqyr në një salë të Negjari që edhe aty në Sarajev. Për njëherë po dalin apo shkojmë aty po këqyrim lajmet, situacija në Kosovo, iridentisti, separatisti, protestiraju, demonstratat, iridentista, separatista, lajme, aty ty i vra trit na metëm, kur edhe bosnjakt, edhe tjerë, nuk e kanë ditë realitetin që ka po ndodhë në Kosovë. Nuk e kanë ditë për fat keq, pande e kanë përjetu edhe shumë ma keq, makni to, bogati, hekeni atë fotografi. Edhe prej bosnjak, edhe prej sërb që ka pas, edhe krejt, balasët, heke ata. Edhe aty, na kthehëm dhomë, edhe jo të mërziton, po tepër të mërziton, edhe me të vërtet e shohim që nuk e kuptojnë realitetin, nuk e din çka po ndodh atje poshte. Na unë ishim me të vërtet si edhe ty ja u spjegu kolegëve aty të metit fakultet, prap e vreshe që është e pamundër me spjegu, nuk e kuptojshin, nuk e nishin dhimbjen e Kosovës. Një zhgënjim edhe prej bosnjakëve edhe prej krejt, po në vazhdojshim rrugën tonë me meti punoj ke prej 8 në mëngjes deri 10 mramje në atelje atje, edhe kish profesorin kroat, edhe kroat të Bosnës, edhe aj me një skepticizëm, da i tilo, qysh është e mund është ti prej Kosovës me punu shtu, po prap dikur e pranoj, që me të vërtet ka edhe në Kosovë të tillë, ka të mirë, ka edhe shumë të mirë, edhe ma të mirë, po veç duhet mi u dhonë hapësin me u pa. Aty me vesh ishin do bursat jeshtë Jugoslavisë që shkoshin jashtë, me specializime jashtë, edhe kur një kolege e Bosnës më thotë, une e kom marrë bursën, pse Kosova s'ka pas asnjë kandidat.
Do të thonë, edhe këtu ka pas neglizhencë, ka pas edhe se kanë shfrytzu për me aplikuar. E na e kuptojmë ato edhe na çashtu si 2-3 shkojmë aplikojmë për me shku një ndi. Këtu, në Kosovë, kur ata thënë, jo, çka po lyp një ndi? Po dojnë me eksploru për, jo, se na ndin duhet me marrë një ndos këtu, jo, s'ka. Su bëj ke kur gjonë Kosovë, atjerë ish Jugoslavik dishim me shfrytzu ato të mira, po na, kur ishtë puna të kultura, të arsimimi, i keshim bërë restriksione, në deshtë më dhe zdeshtë. Shumë po kësa janë e këni, hiqë s'po bëjmë po fokusu, një drejte me tregu tregimin me një rjedhë shmëri. Qështot, e tili jam. Ka lidhje. Po këcej pri temës në temë. Nëse kjo ka qenë qajo edhe në atë kohë, që do të thotë, në vetën, edhe mande une, s'po di në shtap se 3, pse s'ke bëndu, edhe plus me plane, bojmë edhe mes shtatzane, edhe 91 mande e lindrën e vajza jonë, a kushtet e babën e me metit prej punës e qesin, s'ka, babi e më ka pas një penzion, ka qenë me të vërtet, shans ka pas na me punu, me metit filloj me bo vizit karta, dizajne për kompani private, ato kompani private për para jonë konë, eksport-import, do që blejshin lirë, shtriqin shtrejt, do edhe për njëherë edhe na mu balafaqu me njerë stil, ta është krejt një varë, ama ata u gjenë qenë shumë mirë. Ta është me metu dash me ju bo vizit kartat aty, po it's okay, filloj me punu që ashtu. Edhe atë vit ke pak problem, veç haruva me tregu që në gjatë kohës rinis, përveç që ka qenë që ashtu keq, na si 3, me me t'i shkojke në ish Jugoslavi, në Crikvenis, Primoshten, punojke portrete verës. Edhe shumë miru, fitojke po portrete, na jetojshin shumë i gjatë verës, shetishim krejt ish Jugoslavi, edhe në qatë kohë. Por mandej, nofte nishin, u bo luftat në Kroaci, edhe mandej, nuk mujtë kemo me shku atje me punu, nofte nishin metëm, me Renia Lindi, prind e ti, në ndihmojshë, jetojshim të prind e ti, babi jem pak prej Amerikës, që kisha nonën gjyshin biologjik prej Amerikës, ata në ndihmojshin, edhe kur u bo vera e 91-shit, jo, e 92-shit, babi jem më vdes, babi jem vjetër që babi jem që më ka adoptu, po është babi jem, ma shumë se 200 baba, edhe a e vdes, edhe tash në të dyshim me miti, thot hajte po shkoj po provoj në Turqi, të një akreba me këqyr mos ka portrete në Turqi me bo portrete, se s'kishim qysh me jetuna, i krytëm shkollat, i krytëm krejt, edhe s'kish mundësi ku me punu, edhe a i shkon në Turqi, kur për njëherë i qenë, atër hotelet kanë qenë me të vërtet shumë luksoze në Kemer, të Antalya, shkon të një akreba e jona njëherë aty, edhe fillon me punu edhe shumë mirë, thot, okej, hajde, tash mere Renen me aeroplan edhe hajde se unë e kom gjetë banesën, kom fillu me punu, edhe hajde, edhe unë e marrë Renen, e vogël të më thumë me 27 kush urtojmë, në të nishin, edhe këtu zëmë, keq, kur gjo, as pun, as shkollat, shtëpi shkolla u bërë, kur farë perspektive, inflacioni i madh, ato pensionet i mërshin deri mas dite e breki ke 1 kilogram molla, nuk kish, se di, une nuk e di edhe qysh jetojshim, po prap mbi jetojshim. Shumë keq ka që shumë zymësi. Edhe kur shkoj në Kemer, në Antalya aeroporti i vogël ka qenë, tash u dufke prej aeroplanit me hec deri për me dal, për njëherë 40 gradë tepër nxehtë. Lule, ande në gjyra, tash
Për njëherë një dallim tepër i madh. Po pret me një shok tina që ka pas atje, edhe as karrocë kishim, unë nalëm rrugës, më ja blej një karrocë vogël që i ke që shtu të rinjallë në atë karrocë. Po për njëherë, kretë ngjyra, po ngjyra, nxehtë një farë, po kretë përkohësisht. Kur gjusë mu ishim me planifiku, me të punoj ke mirë, unë i bleva patika të Reebok. Renes, si i shisha, për njëherë ndryshe, u gjallun, po kretë përkohësisht, çka do dojë nuk e dishim. Kishim të drejtë me nejtë vetëm 3 muaj, sepse atëherë u dufshim me dalë, por policia aty edhe Kemerit, edhe kryetari i komunës, da bile banojshim te motra e kryetarit komunës Kemerit Banis, ata na dojshin shumë, ishtë një komunitet aty që ishte, edhe djali halës që punoj ke portreta, ata na dojshin edhe Arnaut, edhe nuk na ngutshin, bile vetë na thëshin, kur qkoni në kufi, ma ndej pagunin një denim. Edhe na rishim aty si qytetarët Kemerit, shumë jam kujdes për neve, shumë edhe kalum për njëherë një farandre, një bukur ke e kërëmpun në ndori, tash mu këthy, në kufi u dufshim me pagu, në Turqi që kemi kalu 3 muaj det, edhe qështu ka zgjatë, deri 95, na kemi shku ka 9 muaj det atje, 3 muaj dit kemi arri, kemi shpezu të ullat, është e mundon kemi marrë prapë borgjë me shku, po e kemi jetu një jetë, a prapë edhe një babëll e kemi bo, si duke tonë jetën na jemi dash me bo, diçka me jetu kishe normal, në një rreth kishe ti po jeton normal, a në fakt nuk e ditë të nesërmën çka ka me ndodhë, ku ki me qenë. Nuk e pas as në diçka të kursybe që çka ndodhë, po gjithmonë me një farë pasigurie, po je mundu në qatë kohë derisa i ki jetu që ato momenti i ki jetu mirë. Zorë mi përshkru këto sene, po si duket kemi qenë të detyruar prej fillimit, prej që fillun reformat në arsim, prej demonstrata, prej zymësisht tuna gjithmonë vetëm me mbijetu. Po shumë interesant që të mbjetim e kemi bo, thu se është krejt normal edhe na po jetojmë normal, po shkojmë në pushim, deti, po veshëm me brands, po veshëm me ngjyra, po shkojmë në një party, pa ato s'kon qenë normal, po na kemi dash me jetu normal. Po më duket prap edhe tash, hala, ende, na po mendojmë që jemi normal të jetu. Që kjo është normal, po s'është. Hala se kemi mri jetesën në Kosovë me qenë, me u ditë çka ka me qenë e nesërmja. Me ditë ka po donë me shku, ka po donë me synu, ku po donë me mri. Gjithmonë i ki, për atë arsye dhe kur s'muj me bo plane afatgjate. Kriti kemi plane afatshkurte. Plane afatgjate, kur na fillu me punu me të hujt, këtu para luftës edhe mas luftës, për njëherë thëshe, durin me planifiku pushimin kur keni me bo. Për neve në ishte qudi, na s'muj me planifiku, afatgjate, ne jemi krejt, afatshkur, zdim që ka ndodhë me neve. Nejse, qështu ka qenë qajo, kur ka qenë këtu vetë vërtet, tepër këtë situata, na e kemi jetu sot për sot në Turqi, po ka qenë jetë shumë e bukur, ka qenë villat mira, jetë shumë e bukur, po jo reale. Deti, djeli, krejt, bukur, party, lule, party, shkojshim në përbara, gjeshim babysitter ka të rritë këtu që nuk shkojshin ushtar, djemë të rritë, punojshin në Turqi, aty në veç ja u bëjshim një darke, se në vishin e këqyshin, renin, na shkojshim mramje, kur vishim këtu për një farë zymësie, ma di 3 muaj rishim, i shpenzojshim, mershim të motra, borç shkojshim prapë.